Fatmir Fica sot në stadiumin Rogozhinës për të ndjekur komentuar ndeshjen. Fitore besoj shumë e merituar e Ignatiës. Kam një përshtypje që përveç fitores merituar të Ignatiës, është vllaznia ajo që ja ka lehtësuar shumë punën në këtë fitore të pastër Rogozhinasve. Sepse një skuadër me mbi 100 vjet histori në futboll nuk mund të luajë kurrësi në këtë mënyrë, pa bërë asgjë në fushën e lojës, pa krijuar asnjë ide të qartë si fillim dhe pastaj të marrë do të thoja mbi vete edhe fatet e takimit ose iniciativën e manovrës sulmuese. Vetëm sot, madje unë kam patur fatin ta shihja vllaznin edhe ndeshjen e parë me Erzenin, ra viktimë e lojës shjakasve, sot akoma më keq, bën doppio gabim do të thoja dhe ndeshkohet edhe më thellë. Nuk është ky niveli i futbollit shkodran, këtë përshtypje e kam absolute nga përvoja ime thuajse 44 vjeçare në këtë profesion, ndaj uroj që të ndërhyjnë më njëherë do të thoja struktura drejtuese të futbollit në Shkodër. Pata një takim në pushimin e ndeshjes me presidentin Alban Xhaferi dhe i kam kërkuar zbrit poshtë president në skuadër dhe mos ja kurse dajakun futbollistëve. Kam thënë pikërisht fjalën e pastër dajak. Kjo skuadër nuk mund luaj kurrësi në këtë mënyrë. Është vllaznia, peshon shumë fanela e saj, ndaj dhe madje sot Rogozhinas i kanë dhënë një leksion shkodranit. Duket një kampionat interesant, kushdo mund të fitojë me këto. Pa diskutim, formula me një grup për 10 skuadrash që kanë ngritur në elitë edhe ekipe dikur të dorës së dytë, ka krijuar përshtypjen sikur ndoshta këto ekipet e vogla po i krijojnë kampionatit nga tres. Unë them, nga përvoja ime që këta e kanë zbukuruar kampionatin, edhe pse cilësisht mbetet për të parë, sepse janë skuadra që luajnë me hope dhe nuk mbajnë do të thoja ekuilibër për gjatë gjithë kohës kampionatit. Megjithatë, të paktën shembulli që po jep për këtë kampionat, qoftë Erzeni, qoftë Ignatia, meritojnë një duartërkitje fillestare, sepse natyrisht sfidat tjera do të ketë dhe ballafaqime do të jenë të ashpra. Vllaznia duhet të përdorë një gjë për futbollin e saj që ta ngrejë në lartësitë e traditës. Duhet do e mos, jo vetëm të kthehet fillimisht një skuadër fushë, që mos lëshoj pikë në fushën e saj, por jashtë më shumë se sa të mendoj për tërpikësha, të mendoj fillimisht filozofinë italiane. Po sfitova, mos mbas. Të marrë qoftë edhe një pikë jashtë, sepse kur vjen me 3 pikë, del zbuluar siç ka dalë qoftë në Durrës me Erzenin, ashtu edhe sot ndaj Rogozhinas. Përmendet historinë 100 vjeçare, mbi 100 vjeçare të vllaznisë, por në fakt ndryshe. Besa një kategori më poshtë dhe Ignatia pa kilometra me tutje po bën emër dhe histori tashmë në futbollin shqiptar. Unë e qaj këtë pjesë që besa ime e zemrës nuk është në elitën e futbollit shqiptar, por do të thoja kohët kanë ndryshuar, sot një futboll të mirë luan ajo skuadër e cila investohet fuqishëm dhe Ignatia të paktën po jep një shembull të shkëlqyer që presidenti i skuadrës Agim Demrozi jo vetëm po investon për skuadrën, këtu mrekullia lidhet edhe me diçka tjetër. Sot vllaznia nuk mund të ankohet për asnjë detaj pse ja erdhi humbja. Kam parasysh ku atmosferën në tribuna, kam parasysh siç e përmendët edhe ju, fushën e shkëlqyer, gjendjen e saj, pra infrastrukturën model, për të mos thënë dhe ambientin që nxit më shumë këtë do të thoja inkurajim që janë edhe biznesi, reklamat që në çdo anë të stadiumit afishohen reklamat që ka do të thotë biznesi po vjen, parat po vinë, por ajo që duhet bërë dhe Ignatia po e bën mirë, them, e ka nisur sezonin e kaluar dhe këtë sezon madje e ka nisur edhe më mirë, po justifikon parat që po hidhen në dobi të rritjes së cilësisë së kësaj skuadre, çka do të thoja nuk vjen me sus. Edhe Ignatia vetë duhet ketë një pretendim për një cikël më spaku 5 vjeçar për të shkuar drejt niveleve më të larta. Për Ficën kush do të jenë pretendentët e këtij kampionati? Unë mendoj që pretendent janë Partizani, Tirana dhe sigurisht në këtë nivel, sot të paktën me këtë humbje, unë e përjashtoj madje vllaznin nga 4 e parë, por i jap një opsion tjetër shkodranëve, të synojnë kupën. Faleminderit.